Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk marrin shërbime të mjaftueshme dhe cilësore nga institucionet shtetërore, gjë që ndikon në uljen e besimit ndaj tyre. Ndërkohë sa i përket pagesës së tatimeve dhe obligimeve ndaj shtetit, shumë qytetarë shpesh detyrohen t'i shlyejnë ato përmes përmbaruesve, të cilët në shumë raste cënojnë edhe më tej të drejtat e kësaj popullate. Ky konstatim del nga studimi i fundit i profesorit universitar Bashkim Selmani, i realizuar bashkë me studentët e fakultetit juridik. Mbas anketimit është konstatuar se shqiptarët me 59.2% nuk u besojnë dhe nuk shërbehen me cilësi nga ana e institucioneve, pjesa e parë për sa përket të drejtave dhe detyrimeve që përkasin qytetarëve. Nga ana tjetër, kemi një shtet tjetër, i cili, kur bëhet fjalë për marrjen e taksave nga ana e qytetarëve, ato realizohen me afat jashtëzakonisht të shkurtër dhe me taksa difishme të larta. Këtu e kemi edhe çështjen e përmbarimit, për shembull nëse qytetari ka një borxh prej 1.000 denarëve, aty i merren difish vlera që nënkalon borxhin bazë. Kjo është rreptësisht e ndaluar me ligj. Pavarësisht këtyre shkeljeve, avokati i popullit si institucion që ka për detyrë të mbrojë të drejtat e qytetarëve, thuajse nuk funksionon fare. Kombi shqiptar nuk ka një institucion të vetën që do t'i mbronte të drejtat kombëtare. Gjitha lëndët që kanë qenë te avokati i popullit, që ka detyrimisht të përcjell të gjitha këto padrejtësi që i reflektojmë ne, konstatohet se as pak nuk ka qenë e kujdesshme, edhe ato pak lëndë të cilat i kanë iniciuar kanë qenë të dështuara.